Futbolli nuk është i befasishëm vetëm brenda fushës, por edhe në merkato dhe ato që ka ndodhur në zyrat e kuqe bluve gjatë periudhës së verës. Star Plus ka mësuar se ka ndodhur një kthesë në lidhje me të ardhmen e Alfred Mensah. Ganezit në këtë verë i skadon kontrata me vllaznin dhe ai mund të firmos me secilin klub të dëshirojë. Gjithsesi, duket se ka pasur ndryshime pozitive dhe klubi ka vendosur t'i ofrojë një tjetër kontratë, por kësaj here kontratë rinovimi. Gjatë ditëve të fundit, vllaznia ka pasur kontakte të vazhdueshme me palën e futbollistit në lidhje me një rinovim të mundshëm dhe duket se ka marrë një farë miratimi nga ana e menaxherit dhe vetë Mensah. Në fakt, burime për Star Plus bëjnë me dije se palët kanë arritur një akord në parim për firmën dhe të paktën për një sezon. Gjithsesi, deri më tani asgjë nuk është hedhur në letër dhe kjo lë gjithçka të hapur. Aktualisht Mensah ndodhet me të afërmit dhe familjen, ku po kalon pak kohë me ta. Sipas burimeve pranë klubit, ai pritet të rikthehet në Shkodër në ditët në vijim, kur edhe do të diskutojë detaje finale të rinovimit. Padyshim, rinovimi i Mensah përbën një lajm shumë të mirë për vllaznin, sidomos pas nevojave të shumta që kuqe blut kanë pasur në këtë repart në çdo merkato vere apo dimri.